Mbi 3200 punë kërkues janë të regjistruar në drejtorinë rajonale të punësimit në Shkodër. Drejtoria Rozaf Azmiani tregon se numri aktualisht është më i lartë, pasi bëhet fjalë edhe për të rinj në moshë që kërkojnë punë, por nuk janë pjesë e listës zyrtare. Vetëm pjesa e bashkisë Shkodër mund të ketë rreth 3200 punë kërkues të papunë. Kjo shifër është në lëvizje, flas vetëm për të papunët, por ne i shërbejmë edhe pjesës tjetër që janë punë kërkues, sepse studentët dhe nxënësit që janë 6 muaj deri në 18 vjeç, edhe kjo pjesë nuk regjistrohen dot me status punë kërkues papunë, janë vetëm punë kërkues dhe numri është më i lartë, kuptohet se sa 3200 të cilët janë në status. Drejtori Azmiani shton se sfidë mbetet akordsimi i dy palëve për kushtet e punës. Normalisht nuk është problemi as të ofertës, oferta kemi, është problemi më shumë në lidhje me atë përputhje ndërmjet kërkesës dhe ofertës, se çfarë duan të rritë, jo vetëm të rritë, po flasim me qenë se ky është një panajër për të rritë, po flasim për të rritë, dhe në lidhje me se sa është i gatshëm subjekti ose biznesi të ofrojë paga të mira këtyre të rrive. Sfida e punësimit të rinjve mbetet një nga më kryesorët në Shkodër, pasi sipas institucioneve nuk mungojnë kërkesat. Ajo çfarë cilësohet problem është paga që ofrojnë punëdhënësit në krahasim me kushtet e punës.